doktori është Zoti, sepse aty kërkon shpresë, aty kërkon shpëtim, aty kërkon ngushëllim, aty kërkon besim. E çfarë ju japin? Aparatura të prishura, jo ilaçe, medikamente jo. Për çfarë na duhet atëherë ky spital, kur nuk ka PET scan, kur nuk ka brakiterapi, kur nuk ka ilaçe, kur nuk ka mamografi? Për çfarë duhet ky spital? E smur të tjerë pastaj tek hematologjia që vuaj nga kanceri i gjakut. Mungon një medikament, daratumumab, jetë shpëtues dhe shumë i rëndësishëm është, nuk është as ky. 4.000 flakon bleu Ministria e Shëndetësisë vitin fillim të këtij viti 2025. Zero, nuk ka. 2.000 flakon është në vit kërkesa e pavionit. Ku shkuan 4.000 flakon daratumumab që janë mjaft të rëndësishme për trajtimin e kancerit gjakut? E thon pastaj tetori roz, hajdeni diagnostikoni, e diagnostikohet se shkon në spital nuk e asgjë. Është një situatë vërtet e trisht dhe shumë e rëndë në spitalin onkologjik. Më besoni që këtu ka zonja të cilat janë duke u përballur me një sëmundje e cila kërkon përveç se vullnet, kërkon forcë, po kërkon edhe që shteti t'i përgjigjet. T'i përgjigjet me medikamente. E theksoj edhe një herë, raporti i kontrollit lartë shtetit është një thirrje për këtë shoqëri. Nëse shteti, nëse Ministria e Shëndetësisë këtu pas, nëse drejtoria e QSUT-s i ka braktisur këta pacient, të paktën shoqëria nuk duhet ta bëjë. Të paktën ne nuk duhet ta bëjë. Janë në një betejë shumë të rëndësishme për të fituar, për ta mposhtur kancerin. Dhe një pacient përveç psikologjisë që t'jep kjo sëmundje, do duhet përballet edhe me mungesa. Mungojnë akseleratorët. Prishen akseleratorët për të qenë më i saktë. Njëherë në 2 javë, njëherë në 3 javë. Njëherë prishet njëri, njëherë prishet tjetri, i shtyn rrezet. Po nuk janë vitamina që po merrni, që po u jepni këtyre pacientëve. Dhe përgjegjësit po janë këtu. Është kryeministri i vendit i cili harxhon 4.3 milion euro për ndërtuar kopshtin Eden. A më thot dikush për çfarë na duhet, çfarë interesi publik ka që janë marrë nga parat tona dhe janë çuar për një kopsht që shërben vetëm për ndjesitë dhe hormonet e një individi, e ndërkohë gratë janë pa brakiterapi, pa medikamente, pa mamografi, pa ilaçe. Si mund t'jetë gjithë kjo hipokrizi ndaj këtyre grave? Janë graja nënat, janë motrat tona. Si mundet një shtet i cili ka onkologjiku në pikën më të fundit harxhon 6 milion euro për të ngritur 2 satelita atje që nuk shërbejnë për asgjë? Çfarë shteti është ky? Kur harxhon 160 milion euro për Tigri 1 e Tigri 2 atje në Vlorë dhe nuk ka pajisje të jetë shpëtuese më të rëndësishme për ata që luftojnë me kancerin? Çfarë shteti është ky që ndërton incineratorë që nuk ekzistojnë sot e kësaj dite, e nuk vë theksin, e nuk vë vëmendjen tek ato gra, tek pacientët që luftojnë me kancerin? Kjo është tallje. Kjo është tallje me gratë që luftojnë me kancerin, me pacientët që luftojnë me kancerin. Dhe përgjegjësit janë këtu. Kryeministri i vendit, Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manasiliu, ish Ministra e Shëndetësisë tjetër Albana Koçiu, nuk kanë bërë asgjë. Janë përgjegjësit para e ministrja tjetër Evis Sala, ka ardhur si turiste ajo si ministre. U zotua se do rimbursonte medikamentet për spitalin onkologjik, se ta nuk mundet Shqipëria që kërkon të aderojnë Bashkimin Evropian tjetë në këtë situatë. E ka harruar. Jo se ne pristin të siguron të ka shpejt, por ama do duhet shkote tek spitali onkologjike, nuk ka shkuar.
e shkon në spital, e vetëm për gratë që vuajnë nga kanceri, e për pacientët e tjerë që vuajnë nga kanceri nuk flet. Kërkojnë përgjegjësi, kërkojnë përgjegjësi, kërkojnë përgjegjësi. E kjo është një thirrje edhe për organet e drejtësisë. Ai raporti i KLSH-s është provë se si ka abuzuar Ministria e Shëndetësisë, se si ka abuzuar Drejtoria e QSUT-s, se si ka abuzuar Farmacia Qendrore e QSUT-s, se si ka abuzuar Agjencia e Barnave, se si ka abuzuar Fondi i Sigurimeve Shoqërore. Të gjithë janë në këtë aferë, e cila në fund fare kushton jetë. Kushton jetë, se po mos ta trajtosh kancerin, kushton jetë. Po mos ta marrësh terapinë siç duhet, kushton jetë. Po mos ta bësh atë trajtimin me brakiterapi e PET scan, kushton jetë. E i bëjnë pacientët që vuajnë nga kanceri të udhtojnë drejt Turqisë, drejt Maqedonisë, drejt Italisë, se s'kan shpresë. E futen në borxhe, marrin kredi, shesin çfarë kanë, sepse kjo smundje të rëndon. Është tallje e madhe kjo që po ndodh me pacientët që vuajnë nga kanceri. Lek ka, u numërova këtu. Lek ka, por nuk shkojnë aty ku duhet. Lek ka, por shkojnë për qefe e për afera korruptive. Duan përgjegjësi. Spaku duhet të hetoj. Ka përgjegjësi penale. Ka dëm ekonomik, thot raporti KLSH-s. Jeni shumë të nderuar që keni vendosur që kohën tuaj, ndryshe nga një shoqëri e tërë, të sensibilizohet e të ngrej zërin e të vërtas për një kauzë e cila është jetike. Askush nuk është imun ndaj kancerit. Numrat po rriten, 7.000 raste në të reja në vit. Do duhet të reagojmë, sepse nuk kanë mbetur familje shqiptare pa pasur një pacient, një familjar me kancer në shtëpi. E të gjithë e dinë të vërtetën, paguan 10-20.000 lekë për të marrë një vend atje se s'ka poltrona. 19 poltrona për 100 pacient që shkojnë në ditë për të bërë brakiterapi. A është normale? 200 euro, 300 euro kushton ai poltroni shkret. E ka lënë 19 atje që pacientët për orë ortëtora për 8 orë marrin kimioterapin në karrige. Nuk mund të rri një rob në karrige për qef, por e 3-8 orë në ditë. Një punë ka e nuk mund e do të duhet ngrihet. Si mund të lësh një pacient që vuan nga kanceri për 8 orë pa lëvizur? Qa po merre i pacienti? Ujë. Është e turpshme, prandaj do duhet të reagojmë. Do duhet të reagojmë, sepse tjerët na kanë harruar, ata që kanë përgjegjësinë, nuk mbajnë përgjegjësi. Dërtojnë kopshtat edhe atje. 4.3 milion euro do ishim blerë 2 PET skane. 4.3 milion euro do ishte në funksion brakiterapia. 4.3 milion euro do ishin medikamentet për kancerin e gjirit. Nuk janë rushe kumbla, këto janë para tona. Nuk t'i kanë marrë për xhepat e tyre, i kanë marrë ke taksat tona. Prandaj do duhet të reagojmë gjithë. Do duhet të reagojmë, sepse e thash, askush nuk është imun. Them me dëshpërim se asgjë nuk ka ndryshuar. Ka ndryshuar vetëm ministrja, ish ministra e shëndetësisë sot është duke bredhur pa pikë turpi duke kërkuar votat dhe bestimin e qytetarëve të Tiranës, ndërkohë që në spitalin e onkologjikut situata vazhdon vetë njësoj. S'ka ndryshuar asgjë për ato gra të cilat shohin televizor, gjithë ato fushata promovuese për mbrojtjen nga kanceri i gjirit, po kur shkojnë në onkologjik e shohin se nuk ka poltrona, e shohin se mamografia nuk punon dhe e shohin se në çfarë situate të njerëzore gjenden dhe trajtohen. Kemi ngritur zërin kur filluan të bënin ligjin e ri për spitalet publike. Bërtitën atëherë duke thënë se shëndeti dhe kujdesi shëndetësor është e drejtë e njeriut, nuk është ballë që ju mund ta shisni dhe ta bleni si të ishte pazar. Çfarë kemi marrë mbrapsht janë spitalet të cilat mungojnë jo vetëm infrastruktura, mungojnë jo vetëm pajisjet, po mungojnë gjëra më etike, mungojnë ilaçet. A e kuptoni se çfarë ndodh me një smur me kancer, i cili niset nga Saranda, nga Kuksi, nga rrjetet e tjera të Shqipërisë, vjen onkologjik për të mbajtur radhën dhe në fund i thonë, na vjen keq, hajde nesër se s'ka ilaçe. Po çfarë duhet bëj një smur me kancer? Duhet luftoj për jetën e vet, apo duhet luftoj me shtetin e vet për të drejtën e tij?
situata në onkologjik është dramatike. Kontrolli i lartë i shtetit ka nxjerrë 10 shkelje, ka nxjerrë që barnat janë skaduara, ka nxjerrë që ka barna që nuk kanë hyrë kur në territorin e Shqipërisë, ka nxjerrë që nuk ka poltrona. Ka të smur që siç tha edhe Osmani, e marrin shërbimin e tyre jo poltrona siç duhet, e marrin stol, e marrin nëpër korridore. Imagjinoni një smundje aq agresive si kanceri, ti je detyruar nga shteti yt, të cilit i paguan taksat, i paguan sigurimet shëndetësore, të trajtohesh më keq se një kafsh në gramat e fundit të jetës. Kemi pasur dëshmi shumë të rënda nga ata që e kanë mundur smundjen dhe nga ata që s'e kanë dalë për fat keq. Është detyra jonë që zërin e tyre ta bëjmë të fortë, sepse kanceri mund ta rrezikojë jetën e secilit prej nesh. A njihni ndonjë familje shqiptare që nuk ka ndonjë të afërm që ka qenë i smur me kancer? Gjëja e parë që duhet bësh është shikosh ku mund të marrësh lek borxh apo ku të hapësh një GoFundMe që trajtohesh në spitalin tënd, në spitalin publik. Imagjinoni që spitali vetëm publik që ne kemi, spitali onkologjik për të gjithë Shqipërinë, është i vetmi që kemi dhe ai nuk ka ilaçe. Imagjinoni në çfarë situate jemi ne sot, dhe ndërkohë që na propagandohet një sistem shëndetësor i riformuar, na propagandohet gjas me antarësimin Bashkimin Evropian, ndërkohë që po flasim për kushtet bazike të spitaleve të çdo vendi të botës. Duhet kuptuar se kur bën fjalë për jetën e njerëzve, shpërdorimi i detyrës që ka ndodhur nga këta njerëz që ju shikoni këtu, duke filluar nga kryeministri Rama, nga ministrat dhe ish-ministrat e shëndetësisë, nga drejtori i QSOT-s, nga drejtori i farmaceutikës, nuk është thjesht shpërdorim detyre, është bashkëpunim në krim, është bashkëpunim në vrasje. Këta njerëz kanë luajtur me jetën e atyre të cilët për fat të keq nuk janë më sepse se kanë marrë shërbimin, nuk janë më sepse nuk e kanë marrë ilaçet që ju parandalon të smundjen. Po deri kur do të heshtim? Derisa kanceri të trokas tek dera e familjarit tonë, pa atëherë çfarë do bëjmë? Përsëri do marrim borxh për trajtuar njerëzit tonë? Përsëri do marrim borxh për shkuar për tu trajtuar jashtë shtetit? Po pse duhet ndodh kjo? Keni në përduar tuaja dëshmi të grave, të cilat thonë nuk e dim se çfarë të mendojmë më parë. A do të kthehemi të përqafojmë fëmijët, ku do të gjejmë lekët, apo a do të kemi vend për të trajtuar në onkologjik? Po kjo është e trishtueshme, është për të ardhur keq që ne diskutojmë akoma muhabetin e ilaçeve, ndërkohë që flitet për infrastrukturë të përmirësuar dhe vetmja gjë që ndodh është zbukurimi i fasadeve. Po ç'na duhet një QSOT inovuar, një urgjencë inovuar, kur në onkologjik nuk ka ilaçe. Klithma të smurve, klithma atyre që u ka rënë smundja për fat keq, duhet na trondis të gjithëve. Duhet na trondis për ta thënë me zë të lartë se kur ti shpërdoron detyrën në një spital që është për të mbrojtur jetën, ti nuk ke vetëm shpërdoruar detyrën, ti je bashkëpunëtor në krim, je bashkëpunëtor në vrasje. Dhe autorët e vrasjes së njerëzve, së pacientëve në onkologjik i keni këtu. Dhe kjo është një protest jo vetëm për Ministrinë e Shëndetësisë, është një protest për organet e hetimit. Kushdo që ka shpërdoruar detyrën, kushdo që i ka lënë të smurët me kancer, pa ilaçe, pa poltrona, pa infrastrukturë dhe i trajton në mënyrë të njerëzore, duhet përballet me ligjin. Ju, zotrin, nuk keni shpërdoruar vetëm detyrën, ju jeni vrasës të pacientëve të cilët kanë ardhur në onkologjik dhe ju i keni lënë pa ilaçe, pa poltrona, pa asgjë dhe i keni trajtuar në mënyrë të njerëzore. Fakt do t'ishte mirë që këtu t'ishin me qindra e me mira njerëz, se besoj po të bësh pyetjen, a ka ndonjëri nga ju që s'ka pas familjar ose të afërm ose koleg që kënë vujt nga kanceri, besoj se do ngritë njëri dorën. Dy gjëra shumë të shkurtra, e para njëherë bravo i qoftë Osman Stafës edhe të tjerëve, të cilët kanë arritur që si puna e Sizifi, po ndryshe nga Sizifi me rezultat, të ngrenë një jo thjesht një veprim qytetar, por një fushat të tërë, dhe një familjarë e kam bërë me turp të gjithëve, ne që i shohim nga një gjërat nga televizori që nuk kemi vepruar më parë për këtë gjë. Dhe e dyta, dhe me këtë do ta mbyll, e di që është shumë e vështirë nga ana ligjore,
po ndoshta s'do ishte ide e keqe që të kemi një ligj që u ndalon të gjithë pushtetarëve të lartë shqiptar që t'i kurojnë të afërmit të tyre dhe vetet e tyre në spitalet jashtë dhe t'i kurojnë që të gjithë këtu. Faleminderit. Unë dua të falenderoj çdo qytetar që sot ka marrë rrugën për të ndodhur këtu në Ministrinë e Vdekjes. Një ministri që sigurisht ju ndalon qytetarëve të vetë gjitha çka ato i jep ligji, po me pengesën e burokracisë, me pengesën e korrupsionit, me pengesën e abuzimit, në këtë vend vdesin qytetarë. Është shumë e rëndë të flasësh kur në çdo qytet të Shqipërisë mungon shërbimi i cili është bazik, është shëndetësor. Qytetarët e kësaj republike triqen zvar kur nuk i japin taksën shtetit dhe kur duhet që ajo t'i kthehet, ata po ashtu përpara se sëmundja t'i marrë, në fakt i merr sistemi. Përpara se dhimbja t'i marrë, i merr qeveria. Në këtë vend, edhe sipas kontrollit lartë të shtetit, edhe sipas analizave të ndryshme, tregohet se një i smur nuk merr në cilësi dhe në kohë shërbimi shëndetësor, që përpasoj rezulton në fundin fatal të shqiptarëve. Janë 5 qytetarë të smur që sot duhet të zihen për një shtrat të disponueshëm në sistemin tonë shëndetësor. E ndërkohë që raporti midis shtretërve dhe pacientëve është 1:5, duhet të mjekohesh në këmbë. E vetmja mënyra që të marrësh mjekimin në këmbë në spitalet tona. Vetëm nëse të keni mundësi t'ju hapet kjo derë, shikoni karrigen e ministrës, karrigen e drejtuesve. Shikoni mjetet, sendinjet e tyre ku ata vozisin në kryeqytet. 5 herë, 5 makina, lahen çdo ditë. Bëjnë tender që të lajnë makinën e tyre çdo ditë, që t'jetë e pastër nga pluri i një dite të kaluar. Dhe do mjaftonte një ditë të kursenin. Larjen e makinës që një pajisje më shumë të ndodhej në spitalet e vendit. 39 barna që luftojnë tumorin në vendet europiane. 39 banëra të tilla mungojnë në spitalin tonë, nuk rimbursohen, paguan taks gjithë jetën, të zuri halli, të zuri sikleti, 39 barna nuk i rimburson shtetit. Do duhet futesh në kredi, të shesësh shtëpi, të hidrokrasësh familjarve, të marrësh me qafë tërfisin, sepse ato që ke paguar nuk t'i kthen shteti mbrapsht. E vetmja mënyrë të dashur miq, e vetmja mënyrë të dashur qytetar, që të dëgjohemi, është që të bëjmë zhurmë. E vetmja mënyrë që të dëgjohesh në këtë vend është të bësh zhurmë. Një vit përpara kemi ardhur këtu, kur mjekët vendosnin se kush do jetonte dhe kush nuk do jetonte. Sot nëse shkon në spitalet e vendit dhe i tregon se filani ilaç të duhet, do të duhet 24 ditë procedura minimalisht që ilaçi të mbrinë në spital. Nëse ke nevojë të kurohesh dhe ilaçi nuk është, ministria, drejtorit do të tregojnë se ka procedura, se ka tender, se ka dogan, se ka konkurs, dhe kur të mbri me shumë mundësi, edhe jeta juaj do jetë përkeqësuar, apo në mënyrë fatale do keni humbur jetën. Do duhet ta përbrendësojmë këtë problematikë. Sot të gjithë këtu, një pjesë prej nesh mund të jenë të shëndetshëm. Një pjesë prej nesh mund të jenë aq të shëndetshëm sa kanë mundur të vinë këtu. Po absolutisht ka një pjesë të madhe të bashkëqytetarëve tanë të cilët lëngojnë në shtretërit e spitaleve të këtij vendi. Edhe nuk munden,
edhe nuk marrin dot mjekim, dhe nuk marrin dot ilaç, dhe nuk marrin dot shtrim në spitalet e këtij vendi. A do të vazhdojmë kështu? A do mundet ta bëjmë këtë vend më të mirë për ne? Këtë vend më të mirë për qytetarët e kësaj republike? Nuk ka rëndësi sa parake. Një ditë sëmundja do të vijë edhe tek ty. Një ditë plakja do të vijë edhe tek ty. Nuk është zgjidhje të bredhim spitaleve private. Nuk është kjo zgjidhje. Edhe nëse ke qenë një herë kryeministër, edhe nëse ke qenë një herë ministër, plakja dhe shëndeti do të rokas edhe tek ty. Të dashur miq, nëse sot një qytetari mungon një shtrat, nëse sot një qytetari duhet 25 ditë procedura t'i vi ilaçi, kjo nuk është realitet për ata që cilët na qeverisin. Kjo nuk është realitet për ata që na qeverisin. Kryeministrat, ministrat, drejtorët, me taksat e gjithëve ju, kur sëmuren marrin avionin dhe mjekojnë në spitalet më të mira të botës. Ti duhet presësh 25 ditë procedurë. Zvendës ministra merr avionin dhe kurohet. Qytetari duhet të rinë më këmbë kur bëni mjekimin e kancerit. Ministria ulet në sendinjen e pastruar çdo ditë të saj. E vetmja mënyrë, qytetar, është bëjmë zhurmë, të reagojmë. Ashtu si që jemi mbledhur edhe sot. A do të kemi mundësi, a do t'i themi kësaj ndalë. Qytetarët kanë treguar që mund të rikthehen. Kur ne protestuam një vit më parë, qeveria u shqetësua se mos protestat po marrin për masa më të mëdha. Që do të thotë reagimi qytetar funksionon. Shkojnë tek onkologjiku, bëjnë takime, bëjnë mbledhje, mundohen të gënjejnë për një muaj në vazhdim qytetarët dhe kjo gjë zgjidhet përkohësisht. E vetmja mënyrë që ne të fitojmë atë që na takon sipas ligjit është të reagojmë. Sot 50 veta, nesër 100 vet, me protest, me peticion, me reagim, është e vetmja mënyrë. A do t'i themi ndalë kësaj ministre? Po apo jo? A do t'i themi ndalë korupcionit në sistemin arsimor? A do t'i themi ndalë tenderave që marrin ilaçet e qytetarëve në xhepat e tyre dhe jo tek spitalet? Edhe një thirrje të fundit për gjithë ata mjekë të cilët do duhet të ngrihen në lartësinë e profesionit të tyre dhe sot ishin ata që mbushnin këtë shesh. Mjekët e ndershëm janë po aq të dëmtuar në këtë situatë sa edhe qytetarët. Ata pak mjekë të ndershëm që i kanë ngelur këtij vendi, orvaten për ta lënë atë. Një pjesë e tyre ka suksesuar ta lërë vendin, sepse ky vend nuk ka vend për të mirët, sepse ky shtet nuk ka vend për të ndershmin. E vetmja mënyrë është reagoni. Mjekë të cilët jeni sot në sistemin shëndetësor, reagoni. E vetmja mënyrë për të treguar qytetar të guximshëm është reagoni. Nuk ka zgjidhje tjetër. Derisa sëmundja do vitet tek ju dhe do vuani për të njëjtat pasoja që çdo qytetar, çdo nën, çdo gjysh, çdo fëmijë vuan sot. Faleminderit. Ju përshëndetim, po pak jeni. Duhet të ishin sa më shumë. Megjithatë, ne jemi një brez që jemi i rritur i rahur, edhe kemi frikën. Frika e pushtetit ekziston tek ne. Se dhe këtu jemi para një ministrie që quhet Ministria e Shëndetësisë, po kjo është ministria vrasëse e njerëzimit. Të shikosh onkologjikun i thanë të gjithë zotërinjë që folën përpara. Mungon paketa e kobaltit, vjen dhe ikën, ka vitre të gjitha në onkologjik, sepse unë historinë e onkologjikut e kam të trisht dhe të hidhur. Edhe kam vitre dhe kjo sëmundje ka filluar mbas 91-shit, që ka filluar vjen tjetri për shtrat, të bësh reze, të thoni gzë hotel, të
vësh reze, thot i këzo hotel, sot bën reze, nesër është prishur aparati. Pse? Sepse këta i marrin dhe ja u japin privatve. Një, erdhi ministria e re, u kënaqëm që ke dhe këti specialiteti, dhe ditën e 4 që mori postin, tha, spitalet tona, tha, mund të zënë vëndin e 3 në botë. Spitalet tona nga bukuria mund të zënë vëndin e 3 në botë, moj ministre. Po kosherja është bosh pa miza. Ti, kur ke një strukturë që nuk ke aparaturat, mjekët i kemi të mirë, mjekët i prishin këta, sepse drejtori që bëhet atje në spital i thot mjeku dua haraqin, edhe të futësh një njeri në punë duhet haraq atje në përkuadrot e këtire. Prandaj ne kundra kësaj mjekësie duhet të ngrihemi dhe të sensibilizohet gjithë populli të mblidhet, dhe jo një protest një herë në vit, sepse kjo për ne është falso, sepse është vrasës e kjo, janë vrasës këta që të drejtojnë këtu, është vrasës këj gjati, që ne, mosha e 3, marim ilagjet me rimbursim, shkojmë të farmacisti, si do, thot ai, nga më të mirat i themun, po nga më të mirat tha, po do bësh edhe lek shtes, do shtoj, pse? Po tani këtu për rimbursime janë ilagjet më të dopta. Prandaj unë këtë e quaj ministri vrasëse, se moshës e 3 që janë ilagjet me rimbursim, na i japin të helmuara, na i japin të kalburë, më shumë alqi se medikament. Prandaj ne duhet të jemi të gjithë të mbledhur në çdo protestë që bëhet. Protestat janë qytetare, nuk janë protestat që të thonë njerëzit nga kanë zënë rrugën këta, thanë disa qytetarë kaluan. Jo, protestat duhet bllokuar rruga, qeqen dhe tëra. Sa të kemi këta zullumqarë mbi krye. Faleminderit. Ronaldo Saliani. Faleminderit gjithëve që keni ardhur edhe keni lënë punët tuaja për të protestuar për një gjë që ndoshta nuk na prek gjithëve ne që jemi këtu, por nuk e dim nëse do të na prek nesër apo pas nesër, sepse kanceri nuk zgjedh. Ka njerëz këtu që e kanë jetuar në familjet e tyre, por ka njerëz që kanë ardhur për të ngritur zërin për ata fëmijë që janë sot në spital me kancer dhe nuk kanë ilaçe. Për ata prindër që shpresën e vetme kanë aty ilaç që nuk vjen kurrë dhe shohin se si fëmijët e tyre vdesin çdo ditë nga pak dhe nuk kanë mundësi që të bëjnë asgjë. Ministria e re e shëndetësisë në daljen e saj të parë publike na mbajti një fjalim filozofik dhe na ngatroi me ato e pamundura bëhet e mundur kur lufton të pamundurën për ta bërë të mundur. Është shumë e thjeshtë ajo që deshi të thoshte ministri, mendoj dhe t'ja sqarojmë. A mundet që një njeri të shërohet nga kanceri? Po, është e mundur. Kur shteti nuk çon ilaçe në spital, e bën të pamundur shërimin e një pacienti me kancer. Kjo është ajo që ministria duhet bëjë të mundur, të çojë ilaçet. A mundet që kanceri të dallohet herët dhe gratë dhe vajzat me kancer të gjirit të nisin mjekimin herët? Po, është e mundur. Kur pajisja e mamografisë prishet në muajin e tetorit roz, kjo bëhet e pamundur, zonja ministre. Nëse do të bësh diçka të mundur, të pamundur, rregullo pajisjen dhe e ke bërë tashmë, e ke bërë gjysmën atij fjalimit filozofik që na mbajte. Shohim çdo ditë në faqen e Facebookut edhe të Instagramit të Ministres së Shëndetësisë dhe të Kryeministrit godina të bukura, fasada të lyera, kanë pikturuar Nën Terezën aty thua se Nën Tereza dhe pikturat edhe e bojrat e lyrat e spitalit do t'i shërojnë ata pacientë. Ndërkohë që KLSH, kontrolli i lartë i shtetit, e ka vërtetuar tashmë atë që ne kemi thënë edhe në protestën e vitit kaluar, se janë 4.000 flakon të skaduar. Pacientët me kancer kanë marrë ilaçe të skaduara dhe gjendja e tyre është përkeqësuar. Janë flakon që janë në dokumenta sikur ekzistojnë në magazin, ndërsa nuk ekzistojnë fare në magazin. Ku kanë shkuar ato ilaçe? Këto janë pyetjet që ministria duhet na japi. Pse pacientët përgjigjet që duhet na japi? Pse pacientët kanë marrë ilaçet skaduara dhe ku kanë shkuar ilaçet që janë blerë me paratë e taksapaguesve shqiptar?
Pastaj për filozofira, kur e pamundura bëhet e mundur dhe të bëjmë pamundurën të mundur, kemi ministra të tjerë. Ne shqyrë u gëzuam që erdhi një ministre mjeke që të paktën do ta kuptojë se çfarë ndodh në atë spital. Ministre është bërë më filozofe se këta filozofë të tjerë të qeverisë. Faleminderit gjithëve që keni ardhur. Pak për humor, a jemi live. E them këto sepse qytetarët thonë janë disa veta dhe mblidhen dhe bëjnë protestë. Dhe këtu janë qytetarë të lirë që protestojnë për ato problematika që ky vend i trashëgon për vitesh. Vi nga një qytet historik ku skaneri nuk punon. Dhe shëndetësia falas e kësaj qeverie na premton shumë çka, por asgjë konkrete. Është fatkeqësia e madhe sot në vitin 2025 ku teknologjia dhe inteligjenca artificiale ka arritur kulmin, sot në një qytet të Shqipërisë nuk punon skaneri. Nuk punon skaneri dhe gjithë qytetarët sorollaten për të ardhur ose në Tiranë, ose në spitale private, apo edhe jashtë shtetit. Pse? Për çfarë i paguajmë ato taksa? I paguajmë ato taksa për luksin e shferuar të politikanëve tanë, apo i paguajmë ato taksa për të na shërbyer neve si qytetarë? Faktikisht, kjo ministre e re ka folur fjalë, ndoshta edhe Einsteini do ta kishte zili. E mundra e bëhet e pamundër. Dhe prej tyre, prej 12 vjetësh, e mundra bëhet e pamundër. Fatkeqësisht, sot në Shqipëri, në qoftë se nuk vërtet, nuk mund të arrish dot një zgjidhje të një problematike që ke. Dhe fatkeqësisht, sot në spitalet tona mungojnë shërbimet bazë. Të shkosh sot në spital, nuk konsultohesh dot me mjekun në qoftë se nuk të sheh nga xhepi. Dhe nuk e njohin lekun fare, por me euro, dollar edhe me pound. Pra, sot në spitalet tona, prindit tanë, vëllezërit tanë, motrat tanë, shoqëria jonë vuan për gjërat më elementare. Si ka mundësi sot në vitin 2025 ky vend të vuajë për shërbimet elementare të kësaj propagande të vështirë të shëndetësisë falas? A duhet të reagojmë? Më falni, çfarë vaksine duhet i bëjmë më këtij populli që ky popull të reagojë? Sipas mendimit tim, vetëm 2 vaksina kanë ngelur. Vaksina e kafes dhe vaksina e mikrokredive, sepse sot shqiptarët zhyten në borxh për të marrë shërbimet falas, të shëndetësisë falas, për të marrë shërbimet bazë. Pra, e kuptojmë se çfarë jemi sot në shekullin e 21, në vitin 2025, ku kryeministri na tregon për inteligjencën artificiale dhe në spitalet tona nuk punon skaneri, nuk ka ilaçe kryesore. Është turp. Prandaj ministria duhet t'i jap dorëheqjen sepse të mundrën po e bëjnë të pamundër. Dhe sot ne duhet të reagojmë më shumë. Duhet të reagojmë më shumë që të marrim shërbimet bazë, sepse shqiptarët sot po largohen sepse nuk po trajtohen me dinjitet, nuk po trajtohen si qytetarë të lirë të këtij vendi, të cilët paguajnë taksa, por në fundit marrin një tallje të hapur nga i pari qeverisë dhe nga kjo e cila e bën të mundrën të pamundër. Edhe pse kisha shumë, faleminderit për dëgjimin dhe durimin. Shëndeti është një drejtë njerëzore, është një drejtë për dinjitetin. Ne po na heqin shëndetin, po na heqin jetën. Ndoshta ne këtu që jemi të pranishëm, mund të jemi në shëndet, por parashikohet që 11.000 shqiptar në 10 vitet e ardhshme do të jenë raste kanceri. Shëndeti publik është detyra e personave që janë përgjegjës për shtetin, që janë në ministrit. Ne jemi këtu, por duhet të jemi gjithmonë, duhet të jemi më të pranishëm, sepse po kërkojmë thjesht një drejtë tonë. Nuk është e drejtë që shqiptarët të përveç gjitha llojet e migrimeve të tjera, përveç gjitha arsyeve të tjera që kanë për të emigruar, duhet të emigrojnë edhe për të drejtën e shëndetit. Është e pamundur që Shqipëria në 2025 akoma nuk ka protokollet e duhura, akoma nuk ka shtretër për të siguruar shëndetin, për të siguruar atë që kërkohet për kurimin e drejtë
që nuk ka ilaçe dhe duhet i migrojnë. Jam shumë e acaruar sepse kjo nuk është një gjë normale. Kjo nuk është një gjë normale për një shtet që vazhdon të eksportoj pacient, që detyron diasporën të marrë përgjegjësi për të mbledhur fondet dhe për të bërë hapur GoFundMe, për të mbledhur fonde për të harxhuar lekë shtetit në fundit, sepse nuk po ikin shqiptarët për të marrë shëndetësi falas, po ikën për të paguar shëndetësinë, për të marrë shërbime shëndetësore, duke paguar hotelin për persona që përkujdesen për të sëmurin, dhe kjo është një humbje nga gjithë aspektet. Emigrimi i detyruar në 2025 për arsye shëndetësore nuk është një gjë normale. Personat që janë këtu, personat që janë në institucione, personat që janë në polici, në hetime, në çfarë të lloj institucioni shqiptar, në çdo hall të shoqërisë shqiptare, duhet të reagojnë dhe të denoncojnë. Nuk është normale që 41% të fëmijëve që kanë kancer në sy të ikin jashtë shtetit për të kuruar. Nuk është normale që familjet të kenë një barë të jashtëzakonshme të migrimit vetëm për të pasur një të drejtë shëndetësore, për të kuruar për kancerin, për shëndetin. Nuk është normale dhe nuk është normale që shteti ynë bën parada, fushata për tetorin roz. Ky tetor nuk është roz, ky tetor është i errët, është i zi si zemra e tyre që nuk përkujdeset për qytetarët e tyre, të sëmur, që kanë të drejtë për shërim, për kurim, për përkujdesje, sepse në fund të fundit ata paguajnë për këtë, ata marrin votën tonë për këtë. Kam dëshimet e mia edhe për këtë. Por ne jemi këtu dhe nuk do të ndalemi. Shëndeti shqiptarëve është një detyrë e shtetit shqiptar. Shëndeti shqiptarëve është një detyrë e çdo hallke të Shqipërisë, të qytetarëve, të çdo institucioni. Ne kërkojmë që ky tetor të jetë vërtet roz vitin e ardhshëm. Ne kërkojmë që të mos bëhen më fasada dhe shpërlaje, si për shembull bashkëpunimi me institucionet izraelite për të krijuar një fasad, një rreth, një gënjeshtër që bën sikur Shqipëria po bën bashkëpunime me vendet e tjera për të arritur në cilësi. Ne sot jemi në tetorin e errët të zi të 2025-s dhe kërkojmë thjesht të drejtën tonë, dhe kërkojmë që qytetarët shqiptar, pacientët shqiptar të kenë thjesht dinjitet dhe përkujdesjen që kanë nevojë. Nuk e dim nëse ka qytetarë të tjerë që kanë për të thënë diçka, që kanë historitë tyre, por tullumbacat që mbanin në duar simbolizojnë të vërtetën e tetorit roz, teksa kemi parë të gjitha institucionet e shëndetësisë shqiptare që për të simbolizuar dhe për të bërë thirrjet e tyre dhe për të shërbyer propagandës vendosin tullumbace të roz. Por në fakt e vërteta e onkologjisë shqiptare është kjo, e zezë. Unë njoftoj që t'i lëshoni të gjithë tullumbacat për treguar të gjithë, mund të lëshoni të gjithë a mundet një kërkesë fundit t'i drejtohemi të paktën të dëgjoj ministrja turp gjithë bashku disa herë. Turp! 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 Kjo nuk është një protestë që do mbyllet me kaq. Hapi i radhës i yni është që raportin e KLSH-s ne do ta dërgojmë si kallëzim penal në SPAK. Aty raporti kontrollit lartë shtetit i ka evidentuar me emër mbi emër rreth 33 emra të cilët janë përgjegjës, duke filluar nga niveli më i lartë që është ministria deri tek drejtoria e QSOT-s. Nuk do t'i lëm, kanë përgjegjësi mbi jetët e atyre të cilët kanë vuajtur dhe vuajnë nga kanceri. Por ne nuk mund ta lëmë këtë betejë vetëm me kaq.
Nuk mundemi do t'i lëm gra, vajza, burra, gjyshër, t'i lëm të vetëm pa ilaçe, pa pajisje. Kështu që do t'a ndjekim shumë afër situatën dhe nëse nuk do të ketë përmirësim, do t'jemi përsëri këtu dhe në mënyrë të vazhdueshme, sepse me shëndeti nuk ka shaka. Është shëndeti ynë dhe gjithë nesër mund të jemi të prekshëm nga çdo smundje. Se folëm sot për onkologjinë, por situata është vërtet skandaloze, duke nisur nga spitali i traumës që vazhdon të jetë pa kardiokirurgë, pa pajisje, zemër mushkri, siç kardiokirurgjia në QSUT e tek spitali i sanatoriumit pa pajisje në ECMO, e kanë aty e nuk e vën punë, se s'kan personat të cilët ta vendosin pajisjen punë. Kështu thonë, e problemet tjera të cilat i ka shëndetësia jonë, me skandra, me rezonanca jashtë funksionit, thuajse në gjithë Shqipërinë, apo analiza që 10 ditët e fundit muajit nuk bëhen. Pse? Sepse mbaron fondi. Prandaj do të jemi përsëri bashkë, aq sa jemi, aq sa ndërgjegjësohen si shoqëri, për të paktën nuk do të jemi ata të cilët nuk dolën e nuk e thanë me fjalë ato të cilën është e vërteta e shqiptarëve dhe e shëndetësisë shqiptarëve. Faleminderit gjithëve. Ministri e vdekjes, Ministri e vdekjes, Ministri e vdekjes, Ministri e vdekjes. Faleminderit gjithëve.